Nikodër Adaçi është lënë në burg nga gjykata e Durrësit pas aksidentit të rënd që tronditi qytetin dhe i mori jetën 2 fëmijëve të mitur në zonën e Ishkënetës. Vendimi është dhënë në një seancë gjyqësore të zhvilluar me dyert të mbyllura, ku atmosfera ka qenë e rënduar dhe e heshtur, ndërsa veti pandehuri ka qëndruar i ulur me kokën poshtë dhe nuk ka dhënë asnjë deklaratë. Nëse dhe në gjyqit nuk ka pasur asnjë familjar të tij, duke e bërë edhe më të rënd aspektin njerëzor të procesit. Mbrojtja është kryer nga një avokat e caktuar kryesisht nga shteti, e cila pas seancës ka bërë me dije se 57 vjeçari ndodhej në gjendje të rënduar psikologjike dhe nën efektin e shokut emocional. Gjykata caktoi masën e sigurimit të arrest në burg, masë e cila pritej. Nga prokuroria ka ardhur me 3 akuza. I pandehuri nuk foli fare, dukej në gjendje të rënduar psikologjike, nuk pranoi të fliste, nuk dha shpjegim përpara gjykatës. Unë isha e ftuar nga shteti për të realizuar mbrojtje, duke qenë se nuk ishte një avokat të zgjedhur. Dosjen e kam lexuar, ka shpreh pendes, ka ndihet i penduar edhe sot ishte edhe dukej në gjendje të rënd psikologjike, atyre që i ka thënë atje i qëndron akoma. Sipas informacioneve, familja e Nikodër Adaçit jo vetëm që nuk ka marrë pjesë në proces, por ka refuzuar të përfshihet në mbrojtjen ligjore. Raportohet se familjarët janë larguar nga banesa ku jetonin, e cila ndodhi në të njëjtën zonë me familjet e viktimave, duke reflektuar një situatë të rëndë sociale dhe emocionale pas ngjarjes tragjike. Hetimet paraprake tregojnë se në momentin e aksidentit i pandehuri dyshohet se ka qenë në gjendje të dehur dhe ka drejtuar automjetin me shpejtësi të lartë në një segment rrugor të frekuentuar që lidh kampusin universitar me zonën e spitallit në Durrës. Përplasja ka qenë fatale për 2 fëmijë që ndodheshin në trotuar, ndërsa 1/3 është plagosur rënd. Pas ngjarjes Adaçi fillimisht ka braktisur automjetin dhe është larguar në këmbë nga vendi i aksidentit, por është kapur pak minuta më vonë nga forcat e policisë. Testet paraprake kanë ngritur dyshime të forta për drejtimin e mjetit në gjendje të dehur, çka u verifikua plotësisht edhe nga ekspertiza toksikologjike. Ngjarja ka shkaktuar reagime të gjëra publike dhe tronditje në Durrës, ndërsa autoritetet po vjojnë hetimet për të përcaktuar përgjegjësinë penale dhe rrethanat e plota të aksidentit. Familjet e viktimave ndërkohë janë në zi në një nga ngjarjet më të rënda që ka goditur qytetin vitet e fundit.